Tjetër që smundja kthehet në një smundje kronike dhe kërkon vazhdimisht që ti të jesh në hallkat e terapisë. Prandaj dhe gjithmonë themi që të zbulojmë sa më herët. Nuk na jep asnjë shenjë të vetme? Jo, shenja jep shenja. Për fat, gjiri është gjithmonë një organ i jashtëm, jashtë trupit tonë dhe mund ta zbulojmë lehtë një gjendër që mund shfaqet në gjë apo në sqetull. Mirë po, në momentin që ne arrim ta kapim me dorë, do të thotë prapë për ne është një stad pak më i avancuar. Nuk është ai stadi i hershëm i cili mund të realizohet, kapet nëpërmjet procedurave diagnostike, ultrazërit, mamografisë apo rezonancës. Dhe kjo është ideja që ne ta kapim pa dhënë shenja, po gjiri jep shenja. Pra, pjesën më të madhe është kjo gjëndra që secila grua e vren. Pjesën më të madhe janë gratë të cilat e kanë vritur vetë dhe kanë shkuar te mjeku pasi ka dalë kjo gjëndër. Shenjat e tjera ka pa diskutim, lëkura mund të deformohet, të bëhet si lëkura e portokallit, mund të futet fithi brenda, mund të kemi rrjedhje hemoragjike, pra me gjak nga gjiri, të kemi vizim të theksuar të enëve të gjakut, të kemi një deformitet, le të themi, ose asimetri të gjinjve, të cilat janë shenjat më të dukshme që jep gjiri. Pa shkuar pastaj të mos flasim nëse ka metastazuar diku, ku kemi dhe dhimbje të eshtrave, mund të kemi nëse ka metastazuar pra në kocka, mund të kemi probleme me frymarrje nëse metastazat kanë kapur mushkrit, apo probleme neurologjike nëse ai ka shkuar në tru, ku janë 3 pjesët anatomike ku gjiri metastazon dhe prandaj themi që ta kapim edhe të jemi të vetëdijshëm, ta dëgjojmë trupin tonë në sinjalin më të parë që na jep, sepse unë mendoj që secili e ndjen trupin e vet kur diçka nuk shkon. Dhe pavarësisht nëse nuk e prek, duhet të orientohemi dhe të drejtohemi te mjeku. Bruna, ta themi një shpeshtësi të kontrollave dhe pas cilës moshë të bëhet kjo shpeshtësi e kontrollave? Sot, sipas gjithë organizatave dhe guideline-eve, protokolleve europiane, amerikane, është standardizuar, le të themi, ajo protokolli se kur duhet fillojnë bërja e këtyre procedurave. Dhe sigurisht mamografia është ai modaliteti i vetëm i trajtimit që është parë që ka kosto efektivitet, ka lehtësi për të kryer nga gratë dhe që duhet filloj prej moshës 40 vjeçare. Supozohet 40 vjeçare sepse më herët gjiri i femrave është shumë dens, ka shumë in gjendror dhe që në mamografi nuk mund të vërehen ndryshimet. Dhe për këtë arsye në moshën 40 vjeç rekomandohet ultrazëri ose rezonanca magnetike. Dhe për te moshës 40 vjeç, kur indi dhjamor fillon t'ja marrë vendin të indi gjendror, rekomandohet mamografia deri në moshën 70 vjeçare, pra nuk fillon 40 vjeç dhe aty mbaron. Por mamografia duhet jetë paktën për disa vite duhet jetë çdo vit. Dhe nëse 3 vite resht ajo është normale, mund të shkoj çdo 2 vite në bazë të rekomandimeve të mjekut. Por ka dhe diçka që secila grua duhet të ketë një pedigre gjenetike, një histori të marrë nga mjeku, sepse ka gratë të cilat kanë një predispozit më të shtuar, kur kanë të afërm të prekur me kancerin e gjirit. Pra, nëse ka nënën, motrën, tezën, gjyshen, hallën, sigurisht ato kanë ju shtohet një rrezik më shumë se popullata tjetër. Dhe për të arsye ato mund që të fillojnë teste depistuese shumë më herët se mosha 40 vjeçare, kur është me rregull të fillohet mamografia. Dhe për këtë arsye ato mund të fillojnë në 35 vjeç apo 30 vjeç, varësisht një historie të marrë në mënyrë të kujdesshme. Dhe pra testimi duhet jetë shumë i personalizuar nga njëra grua te tjetra. Por, sigurisht është e rëndësishme që ta fillojmë të bëjmë një ultrazë në një moshë sa më të hershme, pra në moshën 25 vjeçare apo 30, të kemi një ultrazë, sepse edhe në këtë grup mosh kemi disa patologji të tjera benigne të gjirit, që janë fibroadenoma, që janë cistet, hiperplazi, të cilat futen në grupin e patologjive benigne, por është mirë t'i dimë nëse janë aty dhe të përcillen. Nëse ka nevojë të intervenohet, atë e vendos pastaj kirurgu. Prandaj duhet gjithsesi të jemi të vëmendshëm dhe të mos i neglizhojmë edhe kontrollat para moshës 40 vjeçare. Ju përmendet ultrazërin dhe përmendet edhe mamografinë. Ne tashmë të gjithë e dim
keq kuptimet ose mitet lidhur me mamografin. Vazhdon në shumicën e grave të qëndrojnë themi keq informimet për mamografin dhe sa prej tyre mund të jenë të vërteta. Çfarë mund të na thuani ju sot me të gjitha zbulimet dhe avancimet ndoshta edhe të mamografive, të teknologjive më të reja për ndikimin e tyre në trupin e një gruaje? Avancimet e evolucionin në mjekësi është shumë evident dhe çdo aparatur ka ardhur duke u sofistikuar dhe duke u përmirësuar. Sidomos mamografitë të cilat përdoren për depistim screening, ato kanë një dozë rrezatimi shumë më të vogël se sa ajo diagnostike kur veç dyshohet edhe ti shkon të bësh një mamografi e cila ka një ekspozim rrezatimi më të madh. Pra kemi një ndryshim mes dy mamografive, ato që përdoren për depistim dhe që kanë një rrezatim shumë më të vogël, krahasuar me mamografitë diagnostike. Dhe kudo mamografia është parë që e zbulon atë tumorin para se ai të jap shenja, 2-3 vite përpara se ai të jeti dukshëm nga gruaja, pra ta preki me dorë. Dhe prandaj është e detyruar, obligative që të bëhet mamografia, sepse i detekton nëpërmjet tyre mikrokalcifikateve që duken në atë filmin radiografik, lezionet, të cilat sigurisht mund të përcillen varësisht se të kategorizimit të tyre nga radiologu. Por mitet që ose mamografia për shkak të rrezatimit mund të na shkaktojë dikur një kancer me vete, jo, nuk qëndron. Shpesh gratë kanë frikë sepse ajo krijon një shtypje, pra të gjirit.